Si të mbrojmë lëkurën e fytyrës nga i ftohti? Kjo maskë do ju lërë pa fjalë. Keni një lëkurë të ndjeshme e cila dëmtohet shumë në ditët e ftohta dimërore dhe ju nuk po arrini të gjeni dot produktin e duhur i cili do e mbrojë atë nga acari, ne ju sugjerojmë që të provoni këtë recetë, ku përbërësi që do t'ju duhen janë një të bardhë vezë, gjysmë lëng limoni dhe një lugë mjaltë. Në një tas hidhni të bardhën e vezës, rriheni me një raste vezësh derisa të bëhet në formën e një mase homogjene. Pastaj mund të shtoni mjaltin dhe lëngun e limonit. Përzijeni mirë të gjithë së bashku derisa të jetë formuar një masë akoma dhe më homogjene. Maskën e përgatitur e vendosni mbi fytyrë dhe e lini të veprojë për 20 minuta. Në fund, shpëlani fytyrën me ujë të vakët dhe fshihini me një peshqir të butë si mëndafsh.